Lidhja Demokratike e Kosovës e refuzoi ftesën e kryetarit të lëvizjes vendosje për një koalicion së bashku për të dalë nga kriza dhe për t'i hapur rrugë konstituimit të kuvendit. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku propozoi nisjen e një procesi të ri konsultativ me përfshirjen e të gjitha partive parlamentare shqiptare për formimin e qeverisë nacionale të tranzicionit deri në vitin 2026, kur do të zgjidhet edhe presidenti i ri i Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane, Agi Maliçkaj, në një prononcim, thotë se ftesa e Albin Kurtit për koalicion me LDK-n u pasi përpjekje për zhbllokimin e situatës politike, por refuzimi i saj solli rikthimin e fajësimeve mes partive. Ai e sheh këtë lëvizje si të qëllimshme për të funksionalizuar shtetin ose për të bartur përgjegjësinë të palatjetër. Ftesa e zotit Albin Kurti, kryeministri në detyrë dhe kryetar të lëvizjes vendosje, dërguar kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku për koalicion qeveritar me qëllim formimin e institucioneve të Kosovës, na dha pak shpresë të gjithëve se ngërçi i krijuar institucional do të tejkalojë. Mendoi se një ftesë e tillë ishte me vend dhe besoi se kishte dy qëllime, njëra në interes të funksionimit të shtetit, nëse LDK do të pranonte dhe tjetra për interesa partijake të hudhjes së fajt palës tjetër në rast refuzimi, gjë që edhe ndodhi. Me që çdo gjë është duke shkuar në drejtim të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, si mundësi e fundit populli më do e mos se do të ndëshkojë në vota të partitë të cilën e konsideron fajtore për ngërçin, thotë eksperti. Tuti Aliçkaj deklaroi se refuzimi menjëhershëm i ftesës së Kurtit nga Lumir Abdigjiku pa konsultim të gjerë në parti, ngre dyshime se vendimi është ndikuar nga forcat jashtme me interesa klanore e biznesore mbi interesin shtetëror. Ai shton se kundër propozimi për një qeveri tranzicioni shihet si ide e zbrazët, e paplanueshme për vetëvendosjen dhe më shumë si tentativë për ta zhvendosur fajin nga vetja. Refuzimi i shpejtë i pa menduar mirë i zotit Abdigjiku, pa u konsultuar mirë me partinë e tij, tregon se ky vendim varej më shumë nga forca jashtë partisë sesa brenda saj, të cilat duke ia dhënë pëlqimin ato forca, interesat klanore dhe të biznesit i kanë para interesave të shtetit. Është mjaft e qartë se arsyet për këtë refuzim janë shumë më të thella se sa tregohen dhe i shohim ne. Kundër propozimi menjëhershëm me një farë qeverie të tranzicionit nga ana e zotit Abdigjiku, përveç titullit bombastik, nacionale dhe unifikuese, nuk ka asnjë vlerë tjetër. Këto qeveri krijohen vetëm në krizat e jashtëzakonshme dhe efekti i tyre është minimal, ku punohet keq ose nuk punohet fare, dhe fajtorët janë gjithmonë të tjerët, pra janë qeveri iluzore të krijuara prej zorit. Nuk ka ndihma se ky është më shumë një mashtrim, sepse zoti Abdigjiku e din fare mirë se një gjë e tillë do të ishte e papranueshme për vetëvendosjen, me vota 2 fish më shumë se LDK-ja. Ftesa e tij të gjitha partive parlamentare është tentimi i kot, që nga një humbës i zgjedhjeve të shndërrohet në lider të unifikimit, por qëllimi i tij kryesor është që ta çvendos fajin nga vetja e zotit Kurti, duke ju friguar dënimit në elektorati në rast të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Kur gjërat nuk ecin, fajtor mund të ketë në të gjitha anët, por fajtorët kryesor për ngërçjen institucional të Kosovës në këtë moment janë ata që duke i shfrytëzuar hapësirat ligjore dhe mungesat në kushtetut, votojnë kundër ose abstenojnë, pra e bllokojnë krijimin e institucioneve. Mospranimi i votimit të fshehtë, si vlera më e lartë e demokracisë, është edhe një fakt tjetër që e tregon fajtorin e vërtet, shpjegon Aliçkaj. Mëtej ai thotë se një ullosje pa fakte e Albulina Agjiut se kandidate e bërë kryetare të kuvendit është cilësuar si sjellje e papranueshme nga deputet që pritet të janë të përgjegjshëm. Arsyetimi për ofendime gjatë fushatës shihet si i pa bazë, pasi në politikën kosovare ato janë tejkaluar vazhdimisht në emër të bashkëpunimit. Aliçkaj sugjeron që Kurti të marrë hapin e parë për një pajtim simbolik përmes një kërkim faljeje, për të ndalur retorikën përçarse. Në fund fajtorët e vërtet për krizën shihen tek opozita, e cila ndryshe nga Kurti, që mbështetet te populli, kërkon pushtet përmes ndikimit ndërkombëtar dhe lidhjeve me interesat serbe. Mospranimi dhe njollosja e kandidates për kryetare të parlamentit zonjës Albulina Agjiu, pa kur far faktesh kundër saj, është një sjellje shumë e ulët, që nuk duhet të bëhet nga deputet të aftë të edukuar. Megjithatë, realiteti është se edhe nëse VV-ja e ndryshon kandidatin e saj, që s'do të ishte e padrejtë, opozita me gjasa të mëdha nuk do ta votonte. Arsyetimi tjetër i opozitës për mosvotimi bazuar në disa ofendime të egzageruara gjatë kampanjës zgjedhore nga kryeministri Kurti nuk është asgjë tjetër veç se një fars. Ofendime dhe nënçmime nuk janë asgjë e re dhe janë tejkaluar gjithmonë me rastin e krijimit të koalicioneve në interes të qeverisjes. Pastaj ofendimet e opozitës dhe mediave të kontrolluara nga ata ndaj Kurtit dhe vetëvendosjes janë 100 herë më të ulta
nënçmuese, përçmuese dhe më përçarse. Në këtë drejtim me qëllim të ngritjes së diskursit politik dhe eliminimit të ofendimeve si arsye për mos bashkëpunim, do të ishte mirë që Kurti ta shënojë një ktesë, e cila do ta nderonte atë dhe do ta ndihmonte zhvillimin normal të jetës qeverisëse. Të ofroj kërkim falje i pari për të vetat me kushte të tjera ta bëjnë të njëjtën gjë dhe të ndërpritet ky trend negativ i panevojshëm, ose së paku ta shetutje, ti përmbahet nga fjalori i papërshtatshëm. Ky është vetëm një mendim i dëshiruar nga shumë prej nesh. Mirë ishte arsyeja e vërtet për situatën e krijuar është krejtësisht tjetër, përderisa Kurti qeverisën e vendit e bazonte mbështetja nga populli. Krerët e opozitës përpjekjet e veta për pushtet i bazojnë të servilitetin ndaj ndërkombëtarëve dhe për më keq bashkëpunojnë me përkrahës të interesave serbe. Në fund, shqiptaro-amerikani thotë se përpjekjet e disa eksponentëve të opozitës për ta rehabilituar listën serbe përbën rrezik serioz për sovranitetin e vendit dhe konsiderojnë si tentativë për rikthimin e ndikimit serb në Kosovë, duke shtuar se opozita e ndikuar nga oligarkë dhe faktorë ndërkombëtar pro-serb po bllokon formimin e institucioneve, dhe në këtë situatë sipas tij, zgjedhjet e jashtëzakonshme mbeten e vetmja rrugë për të ruajtur integritetin e shtetit. Kohët e fundit shumë eksponentë të opozitës janë duke bërë përpjekje që ta rehabilitojnë organizatën armiqësore, Lista Srpska. Ata nuk e kanë të qartë se koalicioni me listën serbe do të thotë kthim të Serbisë në Kosovë, dhe kjo për popullin e Kosovës është vija e kuqe, e cila nuk mund të kalohet. Për këtë arsye populli i Kosovës me votë të lirë e ka shprehur vullnetin që edhe kësaj radhe të udhëheqet Kosovën zoti Albin Kurti në koalicion të lehtë me ndonjë subjekt tjetër. Kurti e ka detyrë patriotike historike, mos ta lejojë opozitën në asnjë mënyrë ta marrë pushtetin kësaj radhe. Ai në presidentin Vjosa Osmani me aftësitë e tyre të pakontestueshme na kanë bërë krenar në ballafaqimin me Serbinë, hegemoniste gjenocidale. Çlirimi i veriut nga bandat serbe në ana e qeverisë Kurti është një arritje historike. Vazhdimi i pushtetit të tyre bashkë me lider të tjerë, si Konjufca, Gërvalla, Peci, Maqedonci e Zvelçra, është esencial për përbarimin e shtetit të Dardanis.